Brindisi Mal. Brindisi Mal, me lartësinë 830 metra, u ndërtua në një pozicion të lehtë për të mbrojtur nga sulmet e mundshëm, ku ka nisur ndërtimi i vendbanimeve të paranjerëzore që nga epoka e Neolitit, fundi i mijëvjeçarit të para Krishtit. Prania e arbreshëve në këtë komunë u regjistrua pas tërmeteve të vitit 1456, vit në të cilin qyteti u rindërtua dhe u ripopullua nga të ardhurit nga Shqipëria. Këtë e vendosi Pietrantonio v. Sanseverino, gruaja e të cilit Irene ishte mbesa e heroit shqiptar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Në 1799 Brindisi mori pjesë në kryengritjet liridashëse, të udhëhequra nga prifti Don Fabrizio de Grazia. Më 2 nëntor 1861, fal mjegullës që fshite qytetin, banorët e Brindisit shpëtuan nga një sulm i bandave e brigandit Trocko, Borjes dhe Seravalle. Vendi dominohet nga kështjella Longobardo, e cila ju lejon të shijoni pamjet e mrekullueshme të luginës Basento dhe në territorin e saj, i ruajtur nga pylli i Grancia, ndodhet manastiri i Grancia San Demetrio, një abatsi e lashtë, dikur kushtuar shenjtores Maria e Ujit të Nxehtë, ndoshta vendodhja e saj pranë një burimi termal. Dhuruar nga princat Sanseverino Murgjve, kartuzian të Padulës dhe ndërtuar si Grancia di San Demetrio në 1503, ajo u bë një kompani e madhe rurale e drejtuar nga murgjë laik, dhe pikërisht krijimi i vendqendrimeve të murgjve laik i detyrohet pseudonimit Grancia, që rrjedh nga latinishtja e do të thotë vendi ku ruhej drithi. Në Brindisi Mal, kartuzianët u vendosën në fillim të shekullit të 16 kur manastiri i lashtë bazilian kaloi në duart e etërve të Certosa di Padula të San Lorenzos, të cilët e ndërtuan atë Grancia di San Demetrio, në të njëjtin nivel me Grancia tjetër. Di San Teodoro në Pistitsi, duke kultivuar me mençuri më shumë se 1000 hektar. Ish abatësia u bë një fe me vërtet e drejtuar nga murgjit, të cilët punuan dhe kultivuan mbi 1000 hektar tokë me mençuri, metodik dhe zgjuarsi, duke arritur maksimumin e shkëlqimit të saj në shekullin e 17. Brenda mund të admirohet ende bagjo e lashtë për transformimin e qumshtit, bodrumet me gurët e mullirit të ngjitur dhe shpellat ku ruheshin dhe maturoheshin produktet e qumshtit.